Në një intervistë publike, kryeministri Edi Rama e tha hapur: "Kam dhënë dhe do të vazhdoj të jap leje ndërtimi për pallate, kulla e resorte dhe nuk dua t'ia di se nga vijnë parat." Ky është një pranim zyrtar i kapjes së shtetit nga ekonomia e paligjshme, një sinjal i qartë për të gjithë botën e krimit se në Shqipëri ka një derë të hapur nëse ke para për të investuar në beton, je i mirëpritur, nuk pyet kush për origjinën. Dhe kur këtë e thot vetë kryeministri dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, atëherë çdo leje ndërtimi e dhënë nga ai nuk është më vetëm autorizim urban, por bashkëpunim institucional për pastrimin e parave të krimit. Parat që vinë nga krimi ndërtojnë Shqipërinë me izmën shtetërore. Dosjet e hapura dhe investigimet ndërkombëtare vendase tregojnë qartë se një pjesë dërmuese e lejeve të ndërtimit janë në duar të individëve me histori të dokumentuar kriminale. Ja vetëm disa nga emrat: Ervis Doçi, trafikant i njohur, ka marrë leje për kull në Durrës; Gjergj Luca, përveç 155.000 metër katror pasuri të marra me 1 euro, ka përfituar leje për restorante dhe fonde nga AZBR; Dajlan Avdia me një portofol lejesh për kulla në qendër të Tiranës dhe resorte në Bregdet me qindra hektar tokë shtetërore; Lul Morina me resort në Imar dhe hotelin Radisson Collection në Tiranë; Ullum Gjoka i arrestuar nga SPAK por më herët i shpallur investitor strategjik; Roland Ziu, partner me ish-ministrin Çuçi, ka përfituar koncesione turistike dhe transporti; Ervin Mata në kërkim nga SPAK me leje për kulla dhe resorte në të gjithë Shqipërinë; Mirel Mërtiri me inceneratorët dhe projekte ndërtimi në të gjithë vendin. Përveç tyre 10 emra të tjerë të lidhur me trafiqe, vrasje, grupet mafioze shqiptare dhe ndërkombëtare kanë marrë leje për të ndërtuar pallate, vila, kulla, porte jahtesh, hotele, ferma dhe aeroporte private. Lista është e gjatë, por më e frikshme është heshtja e shtetit. Ligji antimafia i bllokuar nga Babloku. Sipas ligjit antimafia, para se të jepet një leje ndërtimi për investim, duhet të kërkohet informacion nga Policia e Shtetit, SHish, Drejtoria e Inteligjencës Financiare, tatimet dhe bankat. Asnjë nga këto nuk është bërë, sepse urdhri është politik: mos pengoni investitorët. Në fakt, në raportin vjetor të vitit 2022 në Kuvend, Altin Dumani deklaroi se 90% e sektorit të ndërtimit në Shqipëri është mbuluar nga para të pista. Por ajo që nuk tha është se SPAK nuk ka goditur asnjë nga këta emra me pasuri të dukshme e paburim të justifikuar. Kjo nuk është më neglizhencë, është pajtim institucional. Babloku e pranon, SPAK e toleron, administrata i shërben dhe Shqipëria ndërtohet mbi themelet e krimit. Në Shqipëri krimi ka ndërtuar jo vetëm kullat, por edhe sistemin që i legalizon ato. Ai është ulur në zyrat e KKT-s, është futur në ligjet e investimeve strategjike, ka rënë në zyrat e kryeministrit, në agjencitë e territorit, në tatime, në hipotek. Dhe Rama jo vetëm që nuk e ndal, por e lehtëson, e inkurajon, e mbështet publikisht, sepse për të zhvillimi matet me volum betoni, jo me burim kapitali. Nëse sot ti ndërton me para droge, je zhvillues; nëse pyet për burimin e fondeve, je sabotues.